Si vidhen shkrimtarët nga botueset prej silikoni. Nuk do isha marrë me xhunglën e shitjes së librit nëse botuesja që kam patur deri para disa muajsh nuk do të më kishte vjedhur në një mënyrë spektakolare dhe shumë të trashë. Më shumë se fyerja që ndjeva kur mora raportin e saj vjetor, më acaroi mungesa totale e kujdesit që tregoj kur më vodhi. Me pak fjalë, nuk po hidhërohesha se po vidhesha, por sepse njeriu që po më vidhte nuk bëri asnjë përpjekje për të më bindur se nuk po më vidhte. Por kjo marrëdhënie kaq e shëmtuar dhe përshtir nuk lind vetëm nga karakteri i deformuar i botueses sime, që ka një emër derkuci plastik, por nga një anomali shqiptare. Ligji i jep asaj mundësi të vjedh, dhe ajo e bën pa u merakosur fare se unë mund ta kap për sa kohë që ligjin nuk e kap. E gëzuar që ka vjedhur një autor, ajo shtrydh silikon nga dhjami një shkrimtari, në një vend me 2 milion banor, 80% e të cilëve kanë 5 vjet që nuk lexojnë asnjë libër, sipas statistikave zyrtare. Me këto përmasa vjedhja e dhjamit bëhet edhe më tragjike, por vjedhja që botuesit i bën shkrimtarëve ka një ala të madh. Ky është shteti. Në gati 20 vjet që botoj, kam njohur disa botues dhe pavarësisht se me të gjithë kam pasur kontrata të shkruara, marrëdhënien me ta e kam bazuar kryesisht mbi besimin. Në ndonjë rast botuesit e mi kanë qenë delirant, në ndonjë rast kaotik, në ndonjë rast edhe kaotik edhe delirant. Por kjo sjellje që na ka dëmtuar të dy palëve një lloj, nuk më ka shtyrë asnjëherë të dyshoj se dikush prej tyre po më vjedh. Edhe sot, nuk besoj se ata më kanë vjedhur, megjithse po të donin mund ta bënin sepse këtë u lejon shteti. Një fshatar i mirë që shet patate apo një prodhues i vetmuar patkojsh, e di në çdo rast sa mall prodhon dhe sa shet. Ai mat patatet me kile, kurse patkojt nuk mund të jenë asnjëherë më shumë se kuajt e fshatit. Kurse libri nuk matet dot me kile dhe autori asnjëherë nuk e di se është shtypur dhe sa është shitur, unë dëgjoj çdo ditë me 10 ankesa nga shkrimtarë të ndryshëm, marrëdhënie të cilëve me botuesit i ngjajnë një gjelle të kripur me lot. Sa më shumë që tregu i librit zvogëlohet, aq më të pamëshqirshëm bëhen botuesit dhe kur qëllon që janë burra apo gra shumë të mira sesa derkuce plastike që më ra mua në hise. Por për fat të keq edhe ligji i ri për librin, që po diskutohet në parlament, nuk e mbron autorin dhe nuk i jep atij asnjë mundësi të mbrohet. Edhe kur je i sigurt që e vjedhur, nuk mbledh dot asnjë provë që e vjedhur, sepse infrastruktura e librit mungon. Libri sot nuk ka kushite sepse libraritë janë zhdukur. Shqipëria është e fundit në listën e leximit të vendeve europiane dhe po ashtu në listën e librarive për frym. Në të gjithë vendi nuk ka më shumë se 5 librari në të cilat shiten vetëm libra dhe jo çmçakiza, Coca-Cola, Fanta, Topa dhe Çadra Plazhi, përveç Tiranës që ka vetëm një librari moderne. Në qytetet e mëdha si Korça, Elbasani, Shkodra, Vlora dhe Fieri, librarit ku dikur shiteshin libra janë një kujtim i njerëzve mbi 60 vjeç. Nga Vlora deri në Sarand, ku pushojnë një 1 milion njerëz, nuk ka asnjë librari. Të thuash që shqiptarët nuk lexojnë është e padrejtë, por të thuash që ata pengohen të lexojnë është e vërtet. Mungesa e librarive e ka kthyer panajirin e librit në një dyqan të madh ku njerëzit vinë një herë në vit dhe blejnë libra me shumicë. Aty kuptohet se sa shumë vuajnë shqiptarët për të gjetur një libër. Në qytetet e vogla të blesh një libër është një torturë. Aty libri nuk shkon kurrë. Në këto kushte botuesit shesin çdo ditë më pak dhe natyrisht për të kompensuar humbjet e tyre, ja hedhin peshën vetebrës më të dobët, shkrimtarit. Askush nuk e beson. Por në listën e fitimeve të librit, ai që e shkruan fiton më pak nga të gjithë të tjerët. Autorët marrin më pak se shteti, se shitësi, se shtypësi dhe botuesi dhe të katërt këta kolona të industrisë së librit, shkrimtari i mban mbi shpinë. Por kur këto katër palë që ta nxjinë jetën duke të hipur sipër dhe të vjedhin me radhë, tortura bëhet edhe më e padurueshme. Natyrisht ligji i librit nuk mund të rregullojë këto marrëdhënie tregtare, por ai mund të bëjë diçka tjetër, të mbrojë autorët nga vjedhja. Në Evropë kjo marrëdhënie mbrohet kollaj, si të gjithë mallrat që shiten në një supermarket. Leximi i procesit të shitjes së librit në kasën fiskale të librarisë i raportohet njëkohësisht 3 palëve, shteti që merr tatimin, botuesit dhe autorit. Pra një veprim kaq i thjeshtë fiskal i shpëton shkrimtarët e Shqipërisë nga kalërimi i derkuceve plastike, që për ta bërë jetën edhe pa shije dalin çdo javë në televizor duke folur për librat e tu, që as i kuptojnë dhe as i kanë lexuar. Kjo pjesë është edhe më e shpifur, të vidhesh pa u lexuar. Mua më ka ndodhur, por si mua edhe shumë shkrimtarëve të tjerë, megjithëse prej kohësh nuk kam asnjë dëshirë t'i tregoj qeverisë çfarë të bëj apo çfarë të mos bëj. Besoj se ky shteti ka një borxh shkrimtarëve të vet, t'i shpëtoj nga derkucet që shëmtohen me silikon të vjedhur, nga dhjami i tyre prej pleshti.